Mirëmëngjesi njerëz të dashur. Unë dua t'ju falenderoj për gjitha komentet e bukura që ju më falenderoni, më shkruani gjitha ato mesazhe të bukura. Falenderoj dhe ata komentuesit negativ. Gjithmonë une i marr me pozitivitet, nuk i kam marrë asnjëherë ato komente që të mërzite më bëhu ta di unë. Çdo njeri ka mendimin e vet, ju si thoni. Tani do vim dhe të kritikuar. Duhet i pranojmë që të dyja gjërat, dhe këtë dhe atë. Ju uroj një ditë bukur, plot harmoni, dashuri, Zoti ju bekoft, edhe faleminderit shumë nga zemra për gjitha gjërat, për mbështetjen që më keni dhënë, për forcën, për kam krijuar me gjithmonë shumë shoqëri të mirë si në Facebook dhe në Instagram. Edhe kush ka dëshirë, unë kam hapur dhe YouTube-i. Le të më ndjekni në YouTube, kam edhe te faqja e Facebook-ut. Edhe ju përqafoj. Një ditë sa më të bukur, këtu tek neve është shi sot. Unë po pi çajin edhe do iki në punë. Uroj një punë të lehtë për gjithë ata që punojnë, edhe ata që s'punojnë. Me këtë të lehtë edhe ata, edhe ato që s'punojnë, të rrish në shtëpi, të pastrosh e të bësh është punë gjithsesi, Nuk është e thënë se duhet vesh në punë për të lodhur. Se shtëpia nuk ka të ngopur asnjëherë me punë, të dini gjithë. Sa më shumë të grysh, aq më shumë do ajo. Mirupafshim. Faleminderit, edhe ju kam shumë gjallë.